إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أفالندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as ortak, ai nuk ka birë dhe as bashorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk kishte cilësi hyjnore apo kompetenca që i përkasin me merit vetëm Zotit të tij. Por Allahu i lartësuar e përzgjodhi atë ndër njerëzit e tjerë me misionin që i ngarkoi dhe që ishte përcjellja e lajmeve tek ata nga Zoti i tyre. Xhamati nderuar, nga adhurimet më të mëdha e njëkohësisht nga urdhrat më të rëndësishëm në fe është edhe duaja. Duaja është lutja që çdo njeri i drejton Zotit të tij, jo vetëm në ato raste, në ato gjendje ku ka hall, shqetësime, probleme, por edhe për përmbushjen e dëshirave dhe sukseseve të tij. Allahu i lartësuar në Kur'an thotë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." E Zoti juaj ka thënë: "Më lusni mua, më adhuroni mua, e unë do t'ju përgjigjem juve." Në të pjesë të këtij ajeti kuranor, përveç se krijuesi ynë na urdhëron në krijesat e tij që t'i drejtohemi atij me lutje dhe përulje, në të njëjtën kohë na premton edhe përgjigjen e tyre. Prandaj sahabi i nderuar Umeri radhiyallahu ta'ala anhu thoshte në lidhje me duan dhe përgjigjen e saj: "Shqetësimi im, preokupimi im nuk është përgjigja e lutjes." Pse? Sepse ai do të ndodh nga Allahu bujar, por që të bëj dua. E ajo që kërkohet nga ty si rob është që ndër të tjera ta adhurosh Zotin tënd dhe t'i afrohesh atij dhe të fitosh kënaqësinë e tij edhe me anë të këtij adhurimi që është duaja. Për përgjigjen e secilës Allahu i lartësuar thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." E kur robërit e mi të pyesin ty o profet për mua, thuaju atyre se unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit. Duaja është ai adhurim, ajo tregti që bën me Zotin tënd, prej së cilës nuk del asnjëherë i falimentuar apo i dështuar, por gjithmonë përfitimet prej saj janë të mëdha. Dhe duaja është ajo tregti të cilën mund ta bëj si i pasuri edhe i varfri. Duaja si adhurim është një vepër e mirë me të cilën janë drejtuar Zotit të tyre më të mirët e njerëzve, pejgamberët, të dërguarit e tij, siç është rasti i Nuhut alayhis salam, kur ju lut Zotit të tij dhe tha: "Inni maghlubun fantasir." Unë jam i mundur, prandaj më ndihmo ti mua. Dhe kur Ibrahimi alayhis salam në gjendjen e vështirë të hedhjes së tij në zjarr nga populli i idhujtar, u lut dhe tha: "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil."
më mjafton mua Zoti im, dhe ai është mbrojtësi, garantuesi më i mirë. Allahu i lartësuar ndryshoi ligjet në univers me fuqinë e tij dhe zjarrin nga lëndjetëse e bëri të ftohtë. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dhe ne tham dhe urdhëruam o zjarr, bëhu i freskët, i pajshëm për Ibrahimin. Por duaja si adhurim dhe si vepër e mirë është cilësi dhe zakon i besimtarve që i frikësohen Zotit të tyre, Si thot Allahu i lartësuar në Kur'an, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dhe ata na drejtoheshin ne me lutje, me frikë dhe me shpresë, dhe ishin të përulur, të frikësuar ndaj nesh. Xhamati nderuar, çështja e duas tek Allahu i lartësuar është shumë e rëndësishme, është shumë e madhe. Dhe Zoti nga mirësia e tij e bëri të adhurim për ne tepër të lehtë. Çdo kush mund t'i drejtohet Allahut në çdo moment, në çdo gjendje, pa marrë parasysh statusin e tij, pozitën e tij, pasurinë e tij, moshën e tij, gjendjen fizike të tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, "Ad-du'a huwa al-ibada." Vërtet duaja është adhurimi. Në të shkuptim, sepse të ky adhurim përmblidhen kuptimet e mëdha të robërimit, të nënshtrimit ndaj Allahut të lartësuar, me një zemër të sinqertë, me një lutje drejtuar vetëm Zotit, me një zemër që mbështetet, shpreson tek ai, me një ndjesi dhe bindje që lutësi ka për veten e tij se është i dobët, i pamundur, i paaft të realizojë dëshirat e tij, të përmbush kërkesat e tij, të ndryshojë gjendjet e tij, nuk mund ta bëjë të gjithë këtë pa ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, "O lejse shejun akramu ala Allahi min ad-du'a." Nuk ka gjë më të nderuar, me pozitë më të lartë tek Allahu i lartësuar se sa duaja. Prandaj mos e privo veten tënde nga kjo mirësi e madhe, sepse ti kur i lutesh Allahut, i lutesh Zotit bujar, i lutesh atij i cili nuk të kthen asnjëherë mbrapsh nga duaja. Profeti alayhi salatu wassalam në një hadith të tij tregon përfitimet e mëdha për çdo kënd që i lutet Zotit e tij me një dua të rregull, në të cilën nuk ka gjunahe, në të cilën nuk ka gabime fetare, ose ky lutës do të marrë nga Zoti i tij përgjigjen, kërkesën që ja drejton Allahut, ose Allahu i lartësuar në vend të saj do t'i heq një të keqe me përmasat e kërkesës, ose në mos të parën të dytën, e treta do të jetë shpërblim i rezervuar për të në ditën e Kiametit. Edhe ai i cili e privon veten e tij nga ky adhurim dhe nga ndjesia e ëmbël që ka ky adhurim, dhe nga afrimi i madh tek Allahu me anë të këtij adhurimi, e i shtyr nga mendje madhësia që mund të burojë nga pushteti i tij, nga pasuria e tij, apo nga frika që kanë të tjerët për të, mendon se nuk ka nevojë, se nuk ndjen nevojë t'i lutet Zotit të tij. Për të tillin profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men lam yas'alillah yaghdab alayhi." Ai i cili nuk e lut Allahun, nuk i bën dua atij, nuk i drejtohet pra me përulje, me nevojë Allahu të lartësuar, Allahu zemërohet me të. Dhe çfarë nënkupton hadithi në tërkundërtën e tij, se nëse i lutesh Allahut, Allahu të do ty.
Dhe me anë të duas, besimtari largon hallet dhe shqetësimet e tij, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, se duaja është e dobishme për atë që ka zbritur, që ka ardhur, pra për atë hall, shqetësim, problem që të ka ndodhur, është e dobishme se me anë të saj ti e largon, por është edhe dobishme për atë që akoma nuk ka ardhur, sepse ndër të tjera ti lutesh Allahut që të mbrojë nga vështirësitë, të mbrojë nga sikletet e dynjas, të mbrojë nga e keqja e njerëzve apo të tjerëve, dhe Allahu e pranon duan tënde dhe të mbron dhe të largon të keqijat nga ty. Prandaj tha në fund të hadithit, fa aleikum ibadallahi bidua. Prandaj o robër të Allahut, bëni sa më shumë dua. Por ndër të tjera, besimtari që është i bindur se Allahu i lartësuar i përgjigjet lutjeve, se dëgjon çdo pëshpërim apo çdo lutje me pëshpërim të tij, duhet të jetë i kujdesshëm që të mos veprojë apo të mos i afrohet atyre gjërave që e pengrojnë pranimin e lutjes, sepse ky është dështimi i madh. Pra je në hall, je në vështirësi, mund t'i lutesh Zotit me sinqeritet, por disa gjëra e pengrojnë duan tënde, e pengrojnë pranimin e lutjes tënde, siç është të ngrënit e haramit, të ushqyerit me haram, veshja haram, e të tjera të ngjashme me to, siç i përmendi profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e njohur, ku ndër të tjera përmendi shembullin e personit që ka udhëtuar gjatë, është i lodhur, i raskapitur, i pluhurosur nga udhëtimi i tij, dhe në një gjendje të tillë ka nevojë për Zotin e tij dhe i lutet atij, por nuk i pranohet lutja, edhe pse zemra ishte përulur, edhe pse duaja ishte sinqert, por ushqimi i tij është haram, të ngrënit i tij është haram dhe veshja e tij është haram, tha profeti alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para se njeriu të flas me njerëzit, ai ka nevojë që fillimisht të flas me Zotin e tij. Para se të kërkoj ndihmë prej tyre për gjëra që ato kanë mundësi të ndihmojnë, ai ka nevojë dhe duhet t'i kërkoj ndihmë fillimisht Zotit të tij. Kjo është duaja, lidhja e drejt për drejt midis robit dhe Allahut. Një lidhje pa ndërmjetës, pa pengesa dhe pa kufizime. Duaja nuk kërkon pasuri, nuk kërkon pozit, nuk kërkon fuqi, por vetëm një zemër të sinqert që troket në derën e mëshirës së Allahut. Në të botë plot sprova, pasiguri dhe ndryshime të gjendjeve, dijeni se duaja mbetet streha më e sigurt e besimtarit. Kur zemra rëndohet nga hallet, kur rrugët duken të mbyllura dhe shkaqet njerëzore nuk japin zgjidhje, besimtari ngre duart drejt qiellit me bindjen se Allahu dëgjon çdo lutje dhe nuk zhgënjen lutësin e tij. Prandaj, lutë Allahun e lartësuar. Dhe mos mendo se duke bërë shumë apo shpesh dua, kjo nuk është e hijshme, apo sikur po e rëndon Zotin. Kur profeti alayhi salatu wassalam përmendi përfitimet e duas, ose pranimi i saj, ose heqja e të keqe, ose rezervimi i shpërblimit për të në ahiret, sahabët thanë, atëherë i dërguari i Allahut, do të bëjmë shumë dua.
Profeti alayhi salatu wasallam tha, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, më shumë se çdo gjë që ju mund të kërkoni. Lutë Allahun edhe për gjërat e vogla, edhe për gjërat e rëndomta, sepse për te i kësaj duaja është lidhje që ke ti me Zotin, është edukim që ti i bën nefsit, vetes tënde, që për shqetësimet, problemet, kërkesat, dëshirat, edhe më të voglat, edhe më të rëndomtat, t'ja kërkosh edhe t'i drejtohesh për to vetëm Zotit tënd. Dhe falenderoja Allahun e lartësuar, që të ka bërë nga ata të cilët i drejtohen me lutje vetëm atij, jo siç bëjnë jo pak prej njerëzve, të cilët u drejtohen të vdekurve, tyrbeve, faltoreve të ndryshme, varreve, të ashoquajtura të njerëzve të mirë, figurave, ikonave, simboleve, me besimin se në to do të gjejnë derman, me besimin se në to do të gjejnë zgjidhje të problemeve të tyre, përmbushje të dëshirave të tyre. Prandaj falenderoj Allahun që nuk të ka bërë nga ata që zemrën ja përul krijesës, gurit, bronzit e tjerë, por ja përul vetëm krijuesit të saj, Allahu të lartësuar. Adhuroje Zotin tënd me dua, sepse pozita e saj tek Allahu është e lartë dhe shpërblimi për të është i madh. Mos lër që pesha e hallit të çojë ty në pesimizëm në atë pikë sa të shkartojë edhe dembelizëm apo humbje të shpresës se Zoti mund ta ndryshojë gjendjen tënde. Jo, Allah është më i madh se çdo problem që mund të të bjerë ty. Allah është më i plot fuqishëm se çdo siklet që mund të ketë ardhur ty. Allah është mbrojtësi më i mirë ndaj kërcënimit të çdo kujt, sado i fortë që të jetë ai. Prandaj drejtoju Zotit tënd me përulje, me sinqeritet, vetëm atij, lidhe zemrën me të, shpreso tek ai, mbështetu tek ai, mendo mirë për të. Edhe nëse përgjigjja e duas vonohet, dije se në të ka urtësi. Zoti dëshiron që ti të shtosh duat, që përveç përgjigjes së saj të marrësh edhe shpërblimet e duas së shpeshtë. Prandaj mos e privo veten tënde nga kjo mirësi dhe nga shpërblimet e Zotit bujar. Elusim Allahun e lartësuar që ta forcojë besimin ton, ta shtojë dashurinë në zemrat tona për të, t'i fali gabimet tona, na japi neve sukses në vepra të mira. Elusim Allahun e madhëruar të na bëjë nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe nga çdo fjalë, nga çdo vepër që na afron drejt tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة